Nipi Ardian Nikule dyshohet se ka qenë shënjestër e atentatit në Ril të Lezhës. Sipas të dhënave paraprake, ai ndodhet në vençarje në momentin që breshëria e plumbave u zbras drejt Berberhanës. Madje dyshohet se edhe është plagosur me një plumb. Po ashtu, prezent në ambientin ku ndodhi ngjarja dyshohet të kenë qenë edhe një punonjës policie. Dinamika e ngjarjes mbetet ende e paqartë, por nga të dhënat e para dyshohet se e kanë qenë 3 persona, të cilët kanë bërritur në fshatin Ril të Lezhës me një automjet tip Audi dhe pasi kanë dalë nga makina kanë qelluar në drejtim të Berberhanës, duke lënë të plagosur Sokoldacin, i cili ka marrë 3 plumba në shpatull, në barkë dhe në këmbë. Megjithatë, gjendja e tij shëndetësore është stabilizuar dhe jashtë rrezikut për jetën. Po ashtu, brenda biznesit dyshohet të kenë qenë edhe 4 persona të tjerë, të cilët sipas grupit hetimor janë kundërpërgjigjur me armë zjarri. Biznesi nuk është i pajisur me kamera sigurie, gjë e cila ka vështirësuar hetimet, por policia po merr pamjet e kamerave të bizneseve përreth.